Biblioteka Shkencore e Universitetit të Shkodrës se mirëpriti shkrimtarën e njohur Flutër Ashka në një takim të organizuar nga klubi studentor Books and Friends. Autoria ndau përvoja nga procesi i shkrimit, sfidat krijuese dhe frymëzimi që qëndron pas veprave të saj. Mund ta lexoni edhe si një libër ku përmbledhen kauzat e mia personale, që janë kauza për të së djathtas, për të së majtjes, janë kauzat e një njeriu të angazhuar me shoqërinë e vet. Sigurisht po të jetë një për shembull zyrë investigimi, spaku, çfarë doni thoni, një prokurori pak e vëmendshme, mund të ngrej 10 çështje nga akuzat që bëjnë këtu publike, janë akuza publike. Unë kam lënë thjesht shenjën time. Kjo lexojeni si shenja ime ose si thirrja ime para se të ikja. Ndër veprat më të përmendura ishin romanet Para se të ikja, si dhe Biri, libra që kanë prekur publikun me tematikat e forta dhe emocione të thella që përcjellin. Lexuesi është i ndryshëm. Me Birin lexuesi ka patur një lloj stepje. Dhe unë kam patur gjithë to vite, po flas tani 5-6 vitet e fundit kam pas prerjen, nëse mos se ngarkova më shumë lexuesin tim me duke botuar Birin, por tani e kuptoj që jo. Unë nuk mund ta tradhtoja në thonjza lexuesin tim duke u fshehur një gjë që kishte lidhje edhe me formimin tim edhe me pjekurinë time si shkrimtare. Kështu që Biri i shkruar është prap pjesë e kurbës sime letrare. Lexoni letërsi. Edhe për të mbushur shpirtin për fascinim personal, por edhe për kulturë, se ndryshe do të dominosh ti dhe ekonomist po t'jesh, edhe biznesmen, broker, çado që t'jesh, është ndryshe njeri i kulturuar, kurse dominon tavolinë dhe njeri që s'di se kupton kur e hedh tjetri batutën nga një roman aksh kështu. Takimi erdhi si një bisedë hapur mbi fuqinë e fjalës dhe rolin që ka letërsia në jetën e të rinjve. Për studentit ishte një mundësi e veçantë për t'u lidhur më afër me botën krijuese të autores dhe për të rizbuluar librin si hapësirë reflektimi, emocioni dhe dialogu.